Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, sot do të vi me një histori të tmerrshme. Është një rrëfim i një zonjës nga Shkupi, e cila me lot në sy tregon dramën e jetës së saj. Ajo dëshiron të mbetet anonime, unë do ta respektoj përzgjedhjen e saj, por është një histori që mua më ka emocionuar, që më ka mallëngjyer dhe dua ta ndaj me ju. Fjalët që me shpresë do t'i shkojnë asaj vajze në vesh dhe ndoshta do Zoti që së shpejti të takohen në nebi edhe të kalojnë momente të bukura në jetë. Unë jam një nën nga Shkupi, një nën që ka mbajtur një plak të hapur për vite të tëra. Ndoshta shumë njerëz mendojnë se koha shëron gjithçka, por jo. Ka gjëra që nuk i shëron as koha, as jeta e re, as lumturia e shtirur, e as familja e ndërtuar më vonë. Unë e linda vajzën time në një dhomë të bardhë. Në një spital ku hyrja ime qeshi, por dalja ime më dhunoi shpirtin. Ishte dita më e madhe e jetës time. Prita me vite për atë fëmijë. Edhe kur më në fund e mbajta në krah vajzën që e desha me gjithë shpirt, mendova se Zoti më kishte bekuar. Ajo ishte e vogël, e qetë, me duart e buta që mezi e përshkonin ajrin. Unë e putha në ballë dhe i premtova se nuk do ta lija asnjëherë vetëm. I premtova se do ta mbroja, se do ta rrisja me gjithë zemër. I premtova sikur ajo të më dëgjonte. Por nuk kisha ide se pak orë më vonë dikush do ta fuste duart në fatin tim dhe do të më shkatronte jetën. Pas lindjes, infermierët në atë kohë ma morën beben për kontroll. Normal, çdo nën pret pak minuta, por tek unë minutat u kthyen në orë. Orët në ankth dhe ankthi në fer. Unë pyesja, qaja, kërkoja dhe askush nuk më jepte një përgjigje të qartë. Pastaj erdhi një mjek me fytyrë të ftohtë edhe më tha: "Fëmia juaj nuk ka mundur që të mbjetoj." Unë mbaj mend vetëm zërin tim që u përplas me muret. Më ra bota, nuk doja që ta besoja. Unë e kisha parë vajzën time të gjallë e të shëndosh. E kisha mbajtur në krah horor. Ajo lëvizi, ajo mori frym, ajo qau, dhe si mund të vdiste një fëmijë që doli i gjallë nga duart e mia? Kjo është pyetja më e madhe që e bëj. Kërkova ta shoh. Kërkova t'i jap lam të mirën. Kërkova të paktën ta mbaja edhe një herë. Por ata nuk ma sollën kurrë. Më thanë se foshnja ishte marrë nga laboratori dhe ishte përcjellur direkte në morg, dhe se nuk ishte e mundur që unë ta shihja. Atë ditë fillova të dyshoj se dikush po më gënjente, por nuk e kisha as forcën e as zërin. Brenda spitalit kishte një heshtje të çuditshme, sikur dikush donte ta mbyll çdo rrugtimen. Nuk më dhan as një raport të qartë, as një certifikat të menjëhershme, as një shpjegim të plot. Pash gratë të tjera duke mbajtur fëmijët e tyre dhe unë mbaja barkun e zbrazët, zemrën e coptuar dhe një mister që më shkatërroi. Ditët kaluan. Unë dola nga spitali. E jo si çdo nën tjetër, dola pa fëmijën tim. Dola me duart bosh, me shpirtin e vdekur. Kaluan muaj,
kaluan vite. Por unë kur nuk mora një provë, kur nuk më treguan trupin, kur nuk më dha një dokument të sakt, vetëm fjalë të thata. E ke të vdekur, por zemra ime nuk e besoi kur një gjë të këtillë. Shumë gra këtu e din. Në përvendet tona në spitale ka histori të fëmijëve të ndëruar, të shitur e të zhdukur. Dhe çdo herë që dëgjoj për këto raste, zemra ime rreh ndryshe. Sikur dikush po më thot që vajza jote është gjallë. Ka net ku jam zgjuar duke parë ëndra sikur dikush po më thëriste mama. Ka ditë ku kam shkuar në përdyer institucione, por gjithmonë më mbylleshin me përgjigjet para fytyrës. Jeta vazhdoi. Duaj apo mos duaj, u martova, u bëra prap nën. Krijova familje dhe i dua fëmijët e mi me gjithë shpirt. Por ajo mungesë, ajo vajzë që unë e linda dhe nuk e pash më, mbeti plag e përjetshme. Ka ditë që unë buzëqesh, por brenda meje ka një ulërim. Ka natë që përqafoj fëmijët e mi, por një krah mbetet bosh. Dhe sot pas kaq shumë vitesh, dua t'i flas vajzës time. Fëmijës që mbase është diku. Mbase jeton. Mbase sot është një vajzë e rritur. Mbase ka sytë si të mijat. Mbase dikush tjetër e quan bi. Kështu që unë po ja shkruaj këtë letër, këtë rrëfim e këtë thirrje. Bi, unë nuk e di se ku je. Nuk e di nëse ron apo dikush të ka marrë në kujdes. Por dua ta dish, unë të linda, unë të mbajta, unë të dua dhe nuk të haroj kur. Nëse dikush ta ka marrë jetën, nëse dikush të ka shpëtuar, nëse dikush të ka fshehur, Zoti e di, por zemra ime e di që ti nuk u shuajti asnjëherë. Mund të jesh diku në Shkup, apo në Kosovë, apo në Maqedoni, apo jashtë në ndonjë vend të huaj. Ndoshta edhe ti e ndjen që diçka nuk përputhet. Ndoshta nuk i ngjan familjes ku je. Ndoshta ndjen një boshllëk të pashpjegueshëm. Nëse e ndjen këtë, nëse ndonjëherë e sheh këtë rrëfim, dua ta dish se kam jetuar çdo ditë me mendjen e vetme si unë ty të gjej. Nuk dua ta prish jetën tënde. Nuk dua të të shkaktoj dhimbje askujt. Vetëm dua të të shoh. Qoftë edhe një herë. Qoftë edhe nga larg. Dua të të them unë të dua. Unë të kërkoj. Unë nuk të lash kur e ty të morë. Dhe deri në frymën e fundit nuk do të dorësohem kur. Ka njerëz që më thonë të haroj, të jetoj e të qesh. Por si haron një nën një fëmijë që e solli në jetë? Unë nuk e haroj. Ky është rrëfimi, është zëri im. Është betejë ime. Është shpresa ime. Nëse je gjallë, nëse më dëgjon, nëse e ndjen se zemra jote po të thot se nuk je aty ku duhet, dije se unë jam këtu. Dije se unë të pres. Dije se unë nuk të lash kur. Dhe deri në fund të jetës time, nën unë do t'jem për ty. Faleminderit që dëgjuat historinë time. Zoti u fal të gjithë secilin që ka humbur një fëmijë, por Zoti na ruajt nga humbja
pa var, pa turp dhe pa të vërtet. Fatkeqësisht kjo është një histori, një fenomen që ka ndodhur shpesh në tek nënat tona shqiptare. Unë uroj me zemër që kjo nën të gjej fëmijën e saj edhe të jetojë e lumtur.